Pas disa muajsh munges, aktori dhe këngëtari i njohur Bes Kallaku është parë sërish në shoqërinë e fëmijëve të tij, duke prekur zemrat e ndjekësve. Pas ndarjes së bujshme nga këngëtarja Shensila Myrtezaj, Besi kishte qëndruar për një kohë larg vëmendjes së mediave, ndërsa duket se ky takim i fundit me vajzën dhe djalin e tij ka qenë një moment i mbushur me emocione të forta. Pamjet e publikuara tregojnë një baba të përmalluar që më në fund përqafon fëmijët e tij pas një periudhe të gjatë mungese dhe heshtjeje. Burime pranë familjes bëjnë me dije se ky ribashkim ka ndodhur pas një periudhe përpjekjesh nga ana e Besit për të qenë më pranë fëmijëve, pavarësisht vështirësive që kanë pasuar divorcin. Takimi është zhvilluar në mënyrë private, por dëshmitarët thonë se Besi nuk i ka mbajtur dot lotet teksa i shihte të vegjëlit e tij duke vrapuar drejt tij me gëzim të papërshkruar. Një moment që, sipas miqve të afërt, ai e kishte pritur me shumë durim dhe mall. Nga ana tjetër, jeta e Shensila Myrtezajt duket se ka marrë një drejtim tjetër. Prej kohësh përflitet se ajo është në një lidhje me reperin Ledri Vulla, diçka që deri tani nuk është konfirmuar zyrtarisht, por që fansat e të dyve e kanë vënë re përmes detajeve të vogla në rrjetet sociale. Ata janë parë në të njëjtat vende, kanë ndarë statuse të ngjashme dhe kjo ka mjaftuar për të ndezur thashe themet për një romancë të re në showbizin shqiptar. Ky zhvillim ka bërë që ndjekësit të ndahen në mendime. Një pjesë e publikut shpreh të lumtur që Besi më në fund ka mundur të takojë fëmijët, duke e quajtur atë një baba të përkushtuar dhe të ndershëm. Ndërsa tjerë fokusohen te lidhja e përfolur e Shensilës me Ledrin, e cila për shumë kënd është diçka e papritur, por edhe një fillim i ri për këngëtaren. Megjithatë, pavarësisht ndodhive, Bes Kallaku ka treguar se dashuria për fëmijët e tij mbetet e pandryshueshme. Ai ka bërë një postim simbolik ku shkruan: "Disa gjëra nuk i ndan as koha, as jeta, dashuria për fëmijët është përjetësi." Një fjali që tregon se përtej çdo ndarje apo lajmi mediatik, lidhja mes një babaje dhe fëmijëve të tij mbetet